Diplomati Krum Efremov do të jetë ambasador në Sofje. Lajmin e konfirmoi sot ministri i punëve të jashtme Tim Çomucunski, i cili në konferencën e sotme për media tha se po vijojnë përgatitjet për emërimin e diplomatit Krum Efremov si ambasador në Sofje. I pyetur nga gazetarët lidhur me propozimin për ambasadorin e ri në Athinë, për të cilin kanë raportuar disa media, Mucunski tha se nuk mund të komentoj, pasi procedura është ende në një fazë të klasifikuar dhe për këtë arsye nuk mund të bëjë të ditur emrin e kandidatit për ambasador në Athinë. Ndërkohë Mucunski ka njoftuar se të ejten dhe të premten në vend do të mbahet këshilli ambasadorial, i cili do të mbledh krerët e misioneve diplomatike dhe konsullore të vendit, të cilët kryejnë detyrat diplomatike jashtë vendit. A i tha se ky takim realizohet pas plot 7 viteve dhe në fokus do ta ketë zhvillimin dhe hapjen e mundësive për RMV-n, për te i kufive. Kjo është hera e parë nga viti 2019 që këshilli ambasadorial do të mbetet përsëri në vendin ton me pranim fizike të shefave të përfaqësive diplomatike konsullore. Pas shumë vitesh, ne po e mbledhim përsëri rrjetin ton diplomatik në një vend për koordinim të drejt për drejt, thelbësor dhe strategjik. Këshilli ambasadorial është një nga mekanizmat më të rëndësishëm për koordinimin strategjik të diplomacisë maqedonase. Qëllimi është i qartë, të bëjmë një përmbledhje të punës e realizuar, të harmonizojmë qëndrimet dhe mbi të gjitha të përcaktojmë detyra konkrete për periudhën që vijon. Mucunski theksoi se në takimin ambasadorial do të diskutojnë për agjendën evropiane dhe euroatlantike, ndryshime gjeopolitike dhe të sigurisë, stabilitetin rajonal, qëndrueshmërinë institucionale, diplomacinë ekonomike dhe veprimtarinë konsullore. Por nuk do të analizojmë vetëm atë që po ndodh në botë, tha ai.